Vlora mund të jetë ndër qytetet e vetme në vend që nuk ka një thertore funksionale. E vetmja godinë e tillë ndodhej në Novosel, por prej kohësh ajo ka dalë jashtë funksionit. Siç ndiqni edhe nga pamjet në ekran, objekti tashmë është i braktisur dhe i dëmtuar rënd. Dritaret dhe dyert janë grabitur, ndërsa godina është kthyer në një hapësirë të shkatruar, ku nuk zhvillohet asnjë aktivitet. Thertoria e Novoselës është kthyer në një gjendje skandaloze si mos më keq. Ndër të vetmet thertore në territorin e Bashkisë së Vlorës, ajo ka dalë jashtë funksionit, edhe pse u inaugurua me bujë të madhe dhe ishte një lajm i mirë për banorët e zonës dhe jo vetëm. Godinës së thertores tashmë i kanë grabitur apo vjedhur gjithçka, që nga dyert e dritaret e deri tek pllakat, duke nxjerrë atë jashtë përdorimit. Projektet të cilat në fakt kanë folur me optimizëm veç ndërtimit të kësaj thertoreje në këtë territor do të vendosej edhe tregu i Novoselës, por deri më tani nuk ka asnjë gjë konkrete. E vetmja gjallëri që i ka mbetur këtij vendi janë disa qenë që qëndrojnë rreth e qark ndërtesës. Dikur në këtë territor ishte planifikuar edhe ndërtimi një tregu, apo thëndryshe, tregu i cili realizohet çdo të enjte tek ura e Mifolit në Novosel do të vendosej pikërisht pranë këtij ambienti, ku gjendej edhe thertoria. Por aktualisht gjithçka ka mbetur në arrest. Vlora mund të jetë i vetmi qytet në vend që nuk ka një vend të sigurt të therrjes së kafshëve, që më pas dalin për tregti, e që përfundojnë në tryezat e konsumatorëve.